Largimi I papritur I Limit nga shtëpia e Big Brother në VIP Kosova 4 ka ngjallur reagime dhe pikpyetje të shumta tek publiku. Vetëm pak pas daljes, ish banori ka bërë reagimin e tij të parë publik, duke hedhur dritë mbi arsyet që çuan në ndërprerjen e garës. Sipas Limit, largimi I tij nuk ka qenë një vendim I momentit, por pasojë e një marrëveshjeje të paracaktuar me produksionin, e cila ishte vendosur që përpara nisjes së formatit. Ai ka bërë të ditur se gjithçka u aktivizua pas një telefonate specifike, e cila kishte të bënte me një çështje strikte personale. Limi ka sqaruar se kishte lënë udhëzime të qarta për stafin drejtues. Nëse do të merrte një telefonat të tillë, ai duhej të largohej menjëherë nga shtëpia. Ky, sipas tij, ishte I vetmi kusht që kishte vendosur për pjesëmarrjen në këtë format dhe që u respektua në momentin kur situata ndodhi. Duhet ta marr siç vjen, është shprehur ai, duke theksuar se ndonse nuk është një person që dorëzohet lehtë, rrethanat personale ishin të pashmangshme. Ai shtoi se rrugëtimi I tij në shtëpi duhet të ndalej aty, pavarësisht dëshirës për të vazhduar lojën. Në përfundim të deklaratës, Limi la të kuptohet se arsyeja madhore e largimit lidhet me jetën jashtë shtëpisë, duke përfunduar me fjalët: "Por çka të bëjmë, kjo është jeta. Disa ditë në Big Brother janë më të zakonshme se të tjerat, disa të tjerat janë më të vështira, më emocionale, më ngarkuese. Sot ishte një nga ato ditë kur Alba u zgjua shumë herët, por ndjeu se trupi I saj nuk ishte në gjendje të përballonte ritmin normal. Në sy kishte lodhje dhe brenda një çasti ndjeu një ndjenjë të pazakontë të dobësisë. Ajo po përjetonte të vjella të herpashershme, një shqetësim I papritur që e bëri ta kuptonte se sot nuk do të ishte një ditë e zakonshme." Ndërsa e gjithë shtëpia zgjoi gradualisht, Benita e vuri re që Alba nuk dukej mirë. Shumë herë brenda Big Brother, shëndeti I një banori mund të bëhet temë shqetësimi për të tjerët. Por Alba, me një zë të ulët dhe të dridhur, I tha Benitës: "Me duket se jam shtatzën me Limin." Fjalët e saj nuk ishin thjesht një deklaratë e papritur. Ato mbartnin brengën e një realiteti emocional, një shqetësim që nuk mund të injorohej. Në këtë moment, Benita u bë më shumë se një shoqe, ajo u shndërrua në dëgjues dhe mbështetje, dikë që mund t'i japë siguri në një situatë të paparashikueshme. Alba ndjeu nevojën të shpjegonte më shumë. Nuk ishte vetëm shqetësim fizik, ishte edhe tronditje emocionale. Çdo ditë në shtëpi është një sfidë, por kur shqetësimet e shëndetit dhe mundësia e një shtatzënie bashkohen me presionin publik, ato bëhen një barë e madhe për të gjithë. Benita e dëgjoi me kujdes dhe pa gjykim. Në Big Brother, çdo informacion mund të bëhet lajm, çdo emocion mund të interpretohet dhe shpesh marrëdhëniet ndryshojnë në varësi të mënyrës se si reagojnë banorët. Benita kuptoi se, për Alba, fjalët nuk ishin lojë, ato ishin shprehje e pasigurisë dhe frikës. Alba filloi të përshkruante ndjenjat e saj. Ajo tregoi se nuk kishte dhimbje të forta, por një ndjenjë të vjelljes, lodhje dhe nervozizmi që nuk I kishte ndjerë më parë. Gjithçka dukej e paparashikueshme. Çdo veprim, çdo lëvizje, çdo tingull I ambientit mund të shkaktonte shqetësim. Ajo ndjeu nevojën të qëndronte e qetë, por trupi I saj reagoi. Ndryshe, Benita e mbështeti duke I thënë se gjithçka do të ishte më mirë nëse ajo do të vizitonte doktorin e shtëpisë. Në një format si Big Brother, banorët nuk kanë akses të menjëhershëm në informacion të jashtëm, por ka mënyra për të kërkuar ndihmë. Mbështetja emocionale e Benitës ishte e rëndësishme sepse ndihmonte Albën të mos ndjehej e vetme në këtë situatë të ndjeshme. Më pas, Alba filloi të reflektonte mbi emocionet e saj. Nuk ishte vetëm shqetësimi për shëndetin fizik, por edhe për pasojat e mundshme emocionale dhe psikologjike të situatës. Për një banore në Big Brother, çdo lajm personal mund të bëhet publik dhe çdo situatë mund të përshkruhet ndryshe nga kamera. Ky fakt shtonte një presion të madh psikologjik. Ajo filloi të fliste për Limin. Për herë të parë në heshtje, përshkroi marrëdhënien e tyre, ndjenjat dhe frikën që kishte. Nuk ishte vetëm shqetësimi për shtatzënin, por edhe për mënyrën se si kjo situatë mund të ndryshonte marrëdhëniet me të tjerët brenda shtëpisë. Në çdo ambient ku njerëzit bashkëjetojnë, lojrat e pazakonta janë më shumë se një argëtim. Ato janë testi I guximit, kreativitetit dhe aftësisë për të reaguar në presion. Një nga episodet më të çuditshme që ndodhi në shtëpi ishte sfida e Gimpos dhe Selinës, e cila u bë një nga momentet më të përfolura mes banorëve. Gimbo ju afrua Selinës me një sfidë të pazakontë dhe tha me ton të qetë, por të prerë: "Ta haje zogun krejt, me gjithë pupla."
Në atë moment, sytë e Selinës u zgjeruan. Jo sepse ajo nuk e kuptonte lojën, por sepse nuk kishte përjetuar kur një kërkesë kaq të çuditshme dhe të menjëhershme. Fjala ta haje zogun nuk ishte thjesht një metaforë, ishte një pjesë e lojës ku çdo veprim, sado i vogël, kishte rëndësi. Në sfidat e shtëpisë, gjithçka është simbolike, guximi për të përballuar diçka e çuditshme, aftësia për të mos u trembur nga publiku dhe shpejtësia për të reaguar, shpesh përcakton fituesin. Selina, duke kuptuar rëndësinë e sfidës, ju drejtua Gretës me një zë të ulët. Me tha Gimbo ta ha zogun me gjithë pupla. Kjo fjali tregoi shumë për marrëdhëniet ndërpersonale brenda shtëpisë. Në një ambient ku çdo informacion ka rëndësi strategjike, Selina kishte zgjedhur të ndahej vetëm me Gretën, një aleate të besueshme, duke treguar se ndonjëherë sfidat nuk janë vetëm fizike, por edhe psikologjike. Shpesh, mbështetja morale e dikujt që i beson njeriu është po aq e rëndësishme sa aftësia për të përmbushur një detyrë të çuditshme. Loja, megjithatë, nuk ishte thjesht për të bërë qesharake. Ishte një test i koordinimit, vëmendjes dhe shkathësisë. Zogu i simbolizuar në sfidë ishte i vogël, por çdo gabim mund të çonte në humbje pikësh. Selina nuk mund të reagonte impulsivisht, çdo lëvizje duhej menduar më parë. Ajo përdori strategjinë e saj më të mirë, të qëndronte e qetë, të fokusonte të gjithë energjinë dhe të vepronte me shpejtësi, pa u trembur nga shikimet e të tjerëve. Gimpo, nga ana tjetër, qëndronte si një vëzhgues. Ai nuk kishte ndërhyrë, por çdo fjalë e tij ishte pjesë e sfidës psikologjike. Duke i thënë Selinës të hante zogun, ai po e shtynte përtej komfortit të saj. Kjo është tipike për format e lojrave ku konkurenca nuk matet vetëm nga fuqia fizike, por nga guximi për të përballuar çuditshmërinë dhe presionin. Në momentet e para, Selina ndjeu një trazim të brendshëm. Publiku, kamera dhe rivalet ishin të pranishëm, dhe çdo gabim mund të shihej si dobësi. Por ajo vendosi të përqendrohej te vetja, të përdorte fokusin dhe të shndërronte sfidën në një mundësi për të treguar aftësinë e saj. Gretës ju duki habitshëm fakti që Selina po e merrte seriozisht. Ajo e vlerësoi strategjinë e saj, duke kuptuar se në një lojë të tillë, shpejtësia dhe qetësia shpesh janë më të rëndësishme se ndonjë forcë fizike. Shumë banorë e pan këtë sfidë si qesharake, por për Selinën, ajo ishte një test i aftësisë për të menaxhuar stresin dhe presionin social. Tekniku i zgjuar ishte të kuptoje se çdo veprim kishte një kuptim simbolik. Zogu nuk ish. Në çdo lojë, qoftë në jetë, qoftë në një reality show, nuk mjafton vetëm guximi. Aftësia për të përqendruar mendjen, shkathësia dhe vendosmëria shpesh bëjnë diferencën mes atij që fiton dhe atij që humb. Alba, në sfidën më të fundit, tregoi një kombinim të rrallë të këtyre tipareve. Loja e kësaj here kishte një formë të pazakontë. Një enë e madhe ishte mbushur me karkaleca të vegjël, objektet nuk ishin të rrezikshme, por kërkonin durim dhe shkathësi për t'u lëvizur nga një vend në tjetrin. Sfida nuk ishte thjesht fizike, ajo kërkonte përqendrim, kontroll të qetë mbi veprimet dhe një taktizim të kujdesshëm. Çdo gabim mund të ndalonte përparimin dhe çdo sekondë e humbur llogaritej si humbje. Alba ju afrua enës me një qetësi të dukshme. Shumë pjesëmarrës e nënvlerësuan nga pamja, të tjerët po e nxitnin panikun, duke u përpjekur të nxirrnin karkalecat me duar të dridhura dhe pa fokus. Por Alba e dinte sekretin, suksesi nuk ishte forcë, por teknikë. Ajo përdori një mjet të pazakontë, vetëm gojen. Nuk ishte zgjedhje e rastësishme, ajo e kishte praktikuar brenda mendjes secilin lëvizje, secilin hark, secilin taktizë që do ta çonte karkalecin në enën tjetër. Qetësia e saj ishte e habitshme. Çdo karkalec që përplasej në anë të enës, ajo e kapte me kujdes dhe e vendoste në vendin e duhur. Shpejtësia e saj dukej e natyrshme, por kishte orë praktik mendore dhe taktike pas saj. Shikuesit mbetën të habitur. Ndërsa shumë konkurrent humbnin durimin dhe rrëshisnin në panik, Alba qëndronte e fokusuar, duke lëvizur çdo karkales në mënyrë të qëllimshme dhe të shpejtë. Nuk kishte asgjë të mbetur rastësisht, çdo veprim ishte pjesë e një strategjie të qartë. Ajo tregoi se durimi dhe qetësia shpesh mund të tejkalojnë fuqinë fizike ose panikun. Por sfida nuk përfundonte këtu. Për të fituar, Alba duhej të mbante ritmin e saj dhe të mos binte prej presionit psikologjik. Konkurrentët tentonin ta shqetësonin, duke krijuar zhurmë, duke e nxitur në gabime. Ajo mbajti kokën e ftohtë, duke përdorur gjithçka që kishte mësuar për kontrollin emocional.
Çdo karkales që lëvizte në vendin e duhur ishte një triumf i vogël dhe secili ia afronte më shumë te fitoria. Në këtë lojë, aftësia e përdorimit të gojës nuk ishte as pak triviale. Duhej koordinim i jashtëzakonshëm i syve, buzëve dhe frymëmarrjes, një disiplinë që mund të duket e thjeshtë, por që kërkonte qindra teste të brendshme para se të funksiononte. Shpejtësia nuk ishte vetëm në veprim, por edhe në mendim. Çdo lëvizje e Albës ishte e parapërgatitur në mendje, një kombinim intuitiv i refleksit dhe logjikës strategjike. Pasi kaloi disa runde dhe konkurrentët filluan të humbnin durimin, Alba u shkëlqye më shumë. Ajo nuk u ndikua nga gabimet e të tjerëve, nuk u friksua nga presioni publik. Përkundrazi, ajo i përdori ato si motivim për të shpejtuar ritmin dhe për të mbajtur fokusin. Çdo karkales që hynte në enën e duhur bëhej simbol i një fitoreje të vogël, dhe së bashku këto fitore të vogla u bën rruga drejt triumf. Në një ambient ku nervat janë gjithmonë të tendosura dhe ku çdo fjalë duket sikur kërkon të bëhet titull, mjafton një gjest i vogël për ta ndezur zjarrin. Atë ditë Alba u shfaq ndryshe nga herët e tjera. Mori një shkop në dorë, jo si armë të vërtet, por si simbol sfide, dhe me një buzëqeshje të hidhur tha: "Është koha për aksion. Kujt t'i bie e para? Ta nis nga vajzat apo nga djemb? Më mirë nga djemb." Në atë fjali kishte ironi, revolt, lodhje nga hipokrizia e grumbulluar. Ajo nuk po kërkonte dhunë fizike, po kërkonte përballje. Shkopi ishte metafora e guximit për t'i thënë gjërat troç, pa frikë nga pasojat. E para në radhë ishte Labinoti. Mes tyre kishte mbetur një plagë e vjetër fjalësh të pathëna. Alba i u afrua dhe me zë të fortë i tha: "Ti je ai që ke lënë fëmijët rrugëve të botës dhe sot vjen këtu të na shesësh moral." Fjalët ranë si gur. Labinoti u shtang. Në sytë e tij u përzien zemërimi dhe faji. Ai u përpoq të mbrojë, duke thënë se jeta nuk është bardhë dhe zi, se çdo njeri ka historinë e vet, por Alba nuk po kërkonte shpjegime, ajo po kërkonte përgjegjësi. Pas tij radha i erdhi Klodit. Përplasja me të ishte edhe më e ashpër, sepse mes tyre ekzistonte një histori më e gjatë mosbesimi. "Ti përdor fëmijët, përdor ndjenjat, përdor këdo vetëm për të shkuar në finale," i tha ajo. "Për ty njerëzit janë shkallë, jo zemra." Klodi u përpoq ta kthente bisedën në shaka, por nuk ja doli. Në zërin e Albës kishte një vendosmëri që nuk lejonte lojë. Ajo po i vinte përballë me pasqyrën e veprimeve të tyre. Shtëpia u nda në dy kampe. Disa e pan Albën si tepër agresive, si dikë që po kalonte kufi. Të tjerë e pan si të vetmen që guxonte të thoshte atë që shumë e mendonin në heshtje. Në të vërtetë, ajo po shprehte lodhjen nga një realitet ku ndjenjat shpesh kthehen në monedhë këmbimi. Fjalët për fëmijët ishin pika më e ndjeshme. Ato prekën diçka të shenjtë. Por Alba besonte se pikërisht pas kësaj shenjtërie fshieshin manipulimet më të mëdha. Kur dikush e përdor figurën e familjes për të fituar simpati, ai luan me emocionet më të pastra të publikut. Labinoti u përpoq t'i tregonte se askush nuk ka të drejtë të gjykojë prindërimin e tjetrit. Ai foli për sakrificat, për largësinë, për zgjedhjet e vështira të emigrimit. Por Alba nuk po fliste për rrethana, ajo po fliste për përgjegjësi morale. Për dallimin mes atij që lufton për fëmijët dhe atij që i përmend vetëm kur i duhen si mburoj. Me Klodin përplasja mori tjetër ngjyrë. Aty nuk ishte vetëm tema e fëmijëve, por e gjithë mënyra e tij e lojës. Alba i numëroi një nga një, puthjet e dhëna për inat, afrimet e llogaritura, dramat e krijuara për prime. "Ti nuk dashuron askën," i tha, "ti dashuron idenë për të fituar." Klodi u ndje i zhveshur para të gjithëve. Ai i akuzoi Albën se po kërkonte protagonizëm, se po luante rolin e gjykatëses. Por ajo ju përgjigj se nuk po gjykonte, por reagonte ndaj asaj që shitet çdo ditë. Në thelb, ajo sken tregoi përplasjen mes dy botëve, botës së imazhit dhe